Përshëndetje të gjithë ju të shenjës së ujorit. Atëherë sot do bëjmë parashikimin për muajin maj edhe për shenjën e ujorit. Ju uroj një muaj të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit. Këtë video mund ta dëgjojnë dhe të gjithë ata që kanë ascendenten ose hënën në shenjën e ujorit. Ne të shohim energjinë që do na vi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim në fillim të javës së parë, në javën e parë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ujit, energjitë shenjave të ajrit dhe përsëri energjitë shenjave të ajrit, ose ju mund të keni ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, ju shoh që ju do bëni një fillim të ri, mund të jetë një njofje e re, ju dëshironi të lini mbrapa vështirësitë që keni kaluar deri në këto momente për t'i dhënë drejtim kësaj njofjeje që dëshironi të bëni, ose ju do bëni një fillim të ri dhe do dilni me këtë person do shkoni diku. Shoh që keni marrë eksperienca sepse jeni te energjia juaj dhe do përdorni shumë fort pjesën e komunikimit në lidhje me dashurinë, me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Në rastin tjetër, ju në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike, mund të jetë një fillim i ri që do bëni, por mund të jenë lajme të mira që do merrni. Dhe me marrjen e këtyre lajmeve, ju do arrini të jepni drejtim situatave të vendit punës nga ana ekonomike dhe ti qetësoni gjërat në lidhje me situata të ndryshme. Këtë mund ta merrni edhe në lidhje me shtëpinë tuaj, me familjen, me studime të ndryshme, me dokumenta të ndryshme që mund të keni gjatë kësaj jave, por shoh që do të jepni një drejtim më të qetë gjërave. Dhe do përdorni shumë fort pjesën e logjikës, por dhe pjesën e komunikimit. Ndërkohë ju shoh që do merrni dhe vendime të rëndësishme. Ndërsa në lidhje me një pjesë tjetër mund të keni të bëni me dokumentat, me studime të ndryshme, do keni lajme të mira dhe do të jepni një drejtim më të mirë pjesës së dokumentave por dhe studimeve tuaja. Ne vazhdojmë në lidhje me javën e dytë. Në javën e dytë, shoh që do ndihni shumë të dashuruar, kemi kartën e të dashuruarve, kemi energji toke, kemi dhe energjinë e demit, që është karta e intuitës. Është një dashuri, keni një takim, do ndihni shumë të dashuruar me këtë person, dhe është një person që ju do t'ju qëndrojë gjatë gjithë kohës nga mbrapa, është një person që dëshiron të investojë tek ju. Për një pjesë tjetër mund të jetë dhe një person që ka investuar dhe më përpara dhe përsëri do investojë në këtë dashuri. Por edhe në marrëdhëniet që ju keni, ju shoh më të konsoliduar dhe do jeni duke dhënë më shumë në marrëdhëniet tuaja. Ju shoh që do t'ju ndihmoj shumë intuita, do keni një intuit shumë të zhvilluar gjatë kësaj jave, ose ju do dëgjoni dhe zërin tuaj të brendshëm në lidhje me dashurinë. Për një pjesë tjetër, mund të jeni duke hequr dorë nga gjërat që keni besuar më përpara dhe do fusin besime të reja, por gjithmonë bazuar në intuitën tuaj. Është një javë fantastike në lidhje me punën, ju shoh në partneritete, ju mund të vazhdoni të investoni ose te një vend pune, ose në një partneritet ose bashkëpunim që ju mund të keni. Dhe shoh që ju do të jepni drejtim këtyre situatave duke dëgjuar intuitën tuaj. Ndërsa në lidhje me një pjesë tjetër, ju do të jepni ndoshta në lidhje me dokumentat, me studimet, do t'ju mbështesi një person që ndoshta është dashamirës ndaj jush, është një person që ndoshta ose ju do jepni disa para gjatë kësaj periudhe, sepse shoh që keni dhënë një shumë parash, por do jepni dhe një shumë tjetër.
por edhe në lidhje me pjesën e dokumentave. Gjithsesi, është një javë që do keni intuit, do besoni te intuita juaj e brendshme ose te zëri i brendshëm. Më falni, por ndërkohë ju do hiqni dorë nga gjërat që keni besuar deri tani, do fusni besime të reja në jetën tuaj. Gjithsesi, është një periudhë fantastike dhe vazhdojmë në lidhje me javën e tretë. Në javën e tretë kemi të bëjmë me energjitë shenjave të zjarit, energjitë shenjave të ujit dhe energjitë shenjave të tokës. Në fillim të javës së tretë, ju do dëshironi të merrni iniciativa. Dhe këto iniciativa kanë lidhje në lidhje me njofjet që keni, lidhjet, por këtu shoh edhe një lloj rikthimi. Mund të jetë dhe një person që rikthehet tek ju. Mund të jetë një person nga e kaluara. Dhe ju shoh që ju do jeni duke studiuar fort këtë situatë, nëse do ta pranoni këtë person ose jo. Në rastin tjetër, ju shoh që do keni edhe në marrëdhëniet tuaja, ndoshta mund të ketë rikthime të gjërave nga e kaluara. Por ju do të regojni pak të mbyllur ndaj këtyre situatave. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me çështje që kanë të bëjnë me shtëpinë, me familjen, me dokumenta të ndryshme, me shëndetin tuaj për një pjesë tjetër, ose edhe me pjesën e studimeve. Gjithsesi ju shoh të vendosur, merrni iniciativa, do keni dhe kontrata të rëndësishme gjatë fillimit të kësaj jave dhe këto kontrata mund të ripërsëriten. Ju mund të keni qenë në një vend pune, keni bërë një kontratë, i ka ardhur fundi kësaj kontrate dhe ju do filloni ta rinovoni këtë kontratë. Dhe shoh për një pjesë tjetër do marrin një shumë të konsiderueshme parash deri në fund të javës. Dhe ju do mendoni se si të investoni. Ndoshta mund të lidhni një kontratë me një person nga e kaluara në lidhje me projekte, bashkëpunime të ndryshme ose edhe me një punë që ju e keni pasur dikur dhe do dëshironi të investoni te kjo punë. Mund të jetë një investim në një biznes, në një aktivitet privat ose diçka tjetër. Gjithsesi, ju do të studioni mirë situatat. Është një javë fantastike edhe kjo, por në situata të ndryshme, edhe në lidhje me pjesën e dokumentave, do t'ju mbështesi një person nga e kaluara. Ju do merrni iniciativa në lidhje me dokumentat ose me studimet, dhe shoh që do investoni dhe aty. Për një pjesë tjetër, mund të ketë bëjë edhe me fëmijët tuaj. Ju do keni një lidhje shumë të ngushtë. Ndoshta ju do keni kërkesa me fëmijët tuaj gjatë javës tretë, edhe në lidhje me studimet e tyre. Ndoshta ju dëshironi që të investoni te fëmijët tuaj, ose fëmijët tuaj të investojnë për të studiuar më shumë. Është një javë fantastike dhe vazhdojmë në lidhje me javën e katërt. Në javën e katërt, ju shoh që ju keni të bëni me energji të shenjave të tokës, por dhe të ajrit, energji të shenjave të tokës, përsëri këtu, por edhe të zjarit, por kemi dhe energjinë e rrotës së fatit, që ka 4 energji. Është energjia e shenjës së Virgjëreshës, shenja e Demit, shenja e Akrepit dhe shenja e Luanit. Ju mund të keni të bëni me persona të këtyre shenjave, ose në të kundërt, ju mund të keni ascendenten ose hënën të këto shenja. Dhe në fillim të javës së katërt, i shoh që jeni ndoshta keni nevojë të stacionoheni, të bëni një pushim për t'i menduar gjërat mirë. Dhe për t'i dhënë një drejtim më të mirë gjërave. Ndërkohë, do dëshironi ndoshta të bëni një pushim dhe të jepni drejtim një njofje që mund të bëni në fillim të javës dhe në javën e dytë keni dhe takime me këtë person, sepse është një dashuri shumë e bukur shoh. Dhe në javën e katërt, ju ndoshta do jeni duke i menduar më mirë këtë situatë. Ose për pjesën tjetër, duke menduar rreth marrëdhënieve tuaja, në çift, rreth familjes, rreth fëmijëve tuaj, ose studimeve, ose edhe në lidhje me pjesën e dokumentave.
Do me thënë, është një fillim jave që ju dëshironi të jepni drejtim të gjitha gjërave. Ju shoh që dëshironi të çliroheni nga gjëra që ju kanë lodhur për një kohë të gjatë, sepse keni qenë në pritje të këtyre gjërave, ndoshta për të mbyllur diçka dhe për të çliruar dhe për të bërë një fillim të ri. Dhe këtu tham, mund të jetë një fillim i ri në dashuri, mund të jetë një fillim i ri ekonomik. Për një pjesë tjetër, mund të keni pritur për të larguar jashtë shtetit dhe ju keni nevojë ta mendoni se si të jepni drejtim kësaj situate, ose për të shkuar në një udhtim, që mund të jetë një udhtim i shkurtër ose i gjatë, ose ju mund të dëshironi të shkoni nga një qytet në qytetin tjetër, nga një vend pune në vend pune tjetër, por gjithsesi fati do t'ju ndihmojë. Ndërsa për një pjesë prej ju dëshironi të jepni drejtim anës tuaj ekonomike dhe keni pritur shumë gjatë, keni punuar shumë fort, mund të keni pas edhe disa projekte në përduar dhe dëshironi të mbyllni për të bërë diçka tjetër. Dhe shoh që ju do t'i çoni gjërat para duke bërë një fillim të ri. Mund të jetë një fillim i ri, një biznes i ri, një punë e re, mund të jetë një kurs, një trajnim, ose mund të jetë edhe një ndoshta bëni fillime në lidhje me anën tuaj shëndetësore ose të një fitnessi, të një, nuk e di, në lidhje me palestrën ose diçka tjetër dhe ju do dëshironi që të jepni drejtim gjithçkaje, por ndërkohë fatin do ta keni me vete. Do ta keni në drejtimin tuaj. Dhe marrim një mesazh nga Angji. Dhe kemi nëntën e kupave, shoh është një energji shumë e bukur, mes keni angjëllin tuaj mbrojtës, gjithsesi është një periudhë ku ju do harrini të stabilizoni gjithçka. Do stabilizoni anën tuaj emocionale, do keni lajme të mira, gëzim në shtëpinë tuaj, me fëmijët tuaj, në familjen tuaj. Por për pjesën tjetër, në lidhje me një dashuri, që është një dashuri shumë e fortë, shoh një lidhje, mund të jetë një lidhje e fortë, një shpirt i ngushtë, por edhe në lidhje me dokumentat, por edhe me situata ekonomike, por dhe të vendi punës. Ju do harrini të çliroheni dhe të gjeni qetësinë brenda shpirtit tuaj në lidhje me gjitha llojet e situatave që ju mund të keni. Dhe ju thot që gjithçka që keni kaluar e vështirë, ka ardhur momenti që të paguhet, që ju të paguheni në lidhje me vështirësitë që keni kaluar. Gjërat e vështira thot po largohen, dashuria po hyn në jetën tuaj. Dhe këtu flasim, jo vetëm dashuri në lidhje me dashurinë, me njohjet, lidhjet, marrëdhëniet në familjen tuaj, por këtu flasim dhe dashurinë për punën, dashurinë për veten tuaj, dashurinë për anën ekonomike, ose për të bërë gjërat që ju dëshironi, sepse ju keni angjëllin mbrojtës që ju mbështet në çfarëdo lloj situate që ju do keni. Gjithsesi, është një muaj fantastik, por dhe në lidhje me studimet, por dhe situata të ndryshme që keni. Është një muaj fantastik për shenjën tuaj, ju uroj një muaj sa më të mbar. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj dëgjim të këndshëm të kësaj videoje. Atëherë dëgjojmë në videot e radhës.